Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Nuk e di se cilat janë bindjet tuaja politike, por sido që t'jene ato, nëse keni parë nga televizori varrimin e George Bushit të vjetrit, ka mundësi që t'ju ketë rrjedhur në një lot nga sytë, më shumë se një herë. Kur George Bush i ri u ngjit në foltore, ai u përkuli mbytur nga dhimbja dhe e quajti babain e tij një njeri të madh dhe fisnik. Dhe babain në më të mirë që një djalë ose një vajzë mund kishte. Ky çast kulmor ndodhi andej nga fundi e eulogjisë së Bushit për babain e tij. Dhe ndërsa dëgjoja fjalët e tij, më bëri përshtypje një deklarat në veçanti. Bushi i ri tha për babain e tij, ai na ka mësuar se asnjë ditë nuk duhet çuar dëm. Ai luajti golf me një ritëm legjendar. Gjithmonë e kam vrarë mendjen sepse kam ngulte në golfin e shpejt. Ai ishte golfist i mirë, po ja në ç'përfundim kam arritur. Ai luante golf shpejt në mënyrë që të vazhdonte me programin tjetër, për të shijuar pjesën tjetër të ditës dhe për të harxhuar energjitë e tij të stërmëdha. Ai kishte lindur vetëm me 2 ritme, me shpejtësi të plotë dhe pastaj gjumë. Unë besoj se edhe apostulli Pjetër ishte një njeri që ecte me shpejtësi të plotë. Dukej si kur adrenalina e tij nuk mbaronte kurrë. Dhe ai i inkurajonte lexuesit e tij që të përkushtoheshin plotësisht për të ndjekur Krishtin dhe një jetë si të Krishtit. Pietri përdor një fjalë që gjendet shpesh në Bibël, dhe kjo është fjala zell. Kjo është një cilësi që vazhdoj ta gjej sa herë që lexoj biografitë e njerëzve produktiv dhe të efektshëm, njerëz të së shkuarës dhe të së tashmes. Një nga emëruesit e përbashkët të njerëzve që duket se kanë qenë të suksesshëm është që ata janë të njohur për një jetë me zell. Një nga heronjtë e mi më të njohur si pastor është një njeri me emrin Charles Haddon Spurgeon. Në vitet 1850 Spurgeon ishte në mes të adoleshencës dhe vendosi të ndiqte Jezusin. Pastaj filloi të predikonte, një vit më vonë dhe që nga ajo kohë nuk ndaloi kurrë. Kur ishte 19 vjeç, ai u bë pastor në kishën New Park Street në Londër dhe gati me njëherë pas kësaj nuk kishte sallë në Londër që t'i mbante turmat që vinin për të dëgjuar predikimet e tij. Ai qëndronte në foltore me shumë pak ose me as pak shënime dhe me elokuencë të madhe, shpjegonte fjalën e Perëndisë. Nuk ka diskutim që ai ishte një djalosh vërtet brillant. Dhe stenografët, për shkak se ka qenë një kohë përpara se të kishte regjistrime, prandaj stenografët uleshin në publik dhe fillonin të shkruanin predikimet e tij, të cilat ai i redaktonte menjëherë pas shërbesës. Dhe ditën tjetër, të hënën, predikimet që ai kishte bërë në kishë të dielën mund t'i gjeje të gjitha në gazetën e Londrës. Dhe në fund të jetës së Spurgeonit, numri i predikimeve të tij përfaqëson koleksionin më të madh të librave të krishterë të shkruar nga një njeri i vetëm në të gjithë historinë e krishtërimit. Sa fjalë ka në këto libra? E po ai ka bërë 3561 predikime që mbushin 63 volume me plot 20 milion fjalë, që është e barazvlefshme me 27 volume të enciklopedisë britanike. Dhe me qëra fjala ai vdiq 57 vjeçë dhe mbase ka arsye për këtë, ndoshta mënyra se si jetoi. Spurgeon ishte një njeri mrekullueshëm, ai ishte një lexues i etur, biblioteka e tij personale i kalonte 12.000 tituj librash. Ai zakonisht lexonte 6 libra në javë. Ai glabronte komentarët, ai lexonte vepra të shkruara nga shkrimtarët puritanë dhe nëse e keni bërë ndonjëherë këtë, e dini që nuk është e lehtë. Lexonte gazetat dhe botimet periodike. Biblën e mbante gjithmonë të hapur, pena e tij shkruante vazhdimisht. I përgjigjej korrespondencës, themeloi me 10 agjenci bamirësie. Ai botoi një revistë që titullohej Shpata dhe Lopata. Ai themeloi një universitet ku i jepte mësim, ai shkroi libra njëri pas tjetrit mbi shumë tema.
dhe shpesher punonte edhe 18 orë në ditë. Ai predikonte 10 herë në javë. Tani kushdo që do të përpiqet, duhet ta kuptojë që ai është si George Bushi i vjetri, ai kishte 2 shpejtësi, shpejtësi të plot dhe pastaj gjumë. Një herë ai ka thënë diçka që më pëlqen shumë. Një njeri nuk mund të jetë dembel dhe njëkohësisht të ketë shoqërinë e ëmbël të Krishtit. Krishti është dikush që ecën shpejt dhe nëse njerëzit e tij duan të flasin me të, edhe ata duhet të udhtojnë shpejt sepse përndryshe shumë shpejt do ta humbasin shoqërinë e tij. Një ditë ai tha, mëkati i të mos bërit asgjë është gati mëkati më i madh nga të gjithë, sepse përfshin të gjitha mëkatet e tjera të bëra bashk. Për tatësie të mërshme, Perëndia na shpëtoi prej saj. Pra këtu kemi 2 burra, njëri ishte president, tjetri predikues, që të dy kishin të përbashkët një virtyt, që të dy kanë qenë njerëz me zell, dhe që të dy ata e ndryshuan botën e tyre. Le ta pranojmë, zonja dhe zotrin, nëse tregojmë dembel në jetë, nuk kemi për të shkuar shumë larg. Kur makina juaj nuk lëviz, nuk shkon askund. Edhe kur ju nuk lëvizni, po çoni dëm të vetmin burim që është i parikuperueshëm, po çoni dëm kohën tuaj, vetë orët e jetës suaj. Prandaj, sot dua që t'i flas edhe vetes, dua që të flas për të gjithë ne për rëndësinë që ka zelli. Së pari le të diskutojmë pak për të kuptuar zemrën e zellit. Sipas librit të dytë të Pjetrit, zelli është një përbërës për të cilin kemi nevojë që t'i bëjmë ballë presionit të kësaj bote. Ne duhet i shtrëngojmë fort gjërat që na ka dhënë Perëndia, ato premtime shumë të mëdha dhe të çmueshme, atë fuqi të madhe që ai na ka dhënë, gjithçka që na ka siguruar. Por çfarë bëjmë ne kur marrim një dhuratë? E çmështjellim dhe shpresojmë që ta përdorim. Perëndia na e ka dhënë një dhuratë të tillë. Tani ne duhet të bëjmë pjesën tonë. Nëse ne duam që të përjetojmë një transformim të vërtet të karakterit tonë, duhet kuptojmë se çfarë do të thotë me zell. Tani duhet ju lexoj këtë pasazh nga 2 Pjetri 1:5 dhe do ta kuptoni se ku duhet të dalë. Pjetri shkruan, edhe ju për të njëjtën arsye duhet ndalojmë këtu dhe të pyesim cilën arsye, sepse Perëndia na ka dhënë të gjitha këto gjëra. Na thot edhe ju për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje. Jo vetëm disa përpjekje, por çdo përpjekje. Ne duam t'i kërkojmë Perëndis që të na ndihmojë të punojmë me zell në jetën tonë dhe të bëjmë gjërat që Perëndia na ka thirrur të bëjmë, që të rritemi në pjekuri dhe të marrim gjithë bekimet që Perëndia na ka dhënë, t'i çmbështjellim ato dhe t'i përdorim çdo ditë në jetën tonë. Duhet që këtë ta bëjmë qëllimin e jetës sonë, ta bëjmë një vendosmëri hyjnore. Kuptimi i zellit, por cili është motivimi për zellin? Pjetri kthehet edhe thot, edhe ju për të njëjtën arsye, cila është arsyeja? Për shkak se jeni bekuar kaq shumë nga Perëndia, për të njëjtën arsye, ti shtoni besimin tuaj virtytin, dhe këtu përfshihet gjithçka, jo vetëm jeta juaj shpirtërore. Mendoj se Perëndia do që të gjithë ne të jetojmë me zell. Kjo nuk do të thotë që të gjithë ne duhet jemi si motor. Njoh disa njerëz që djegin gjithë energjinë, por nuk shkojnë as gjikundi. Ata thjesht, e dini, thjesht lëvizin. Por Perëndia do që ta bëjmë atë që bëjmë me një qëllim. Njerëzit më pyesin gjithkohon, sepse vazhdoj ta bëj këtë që po bëj në këtë fazë të jetës, cila do fazë qoftë kjo. Keni dëgjuar për një zonjë që tha se ishte 49 dhe mbahej? Një pjesa i vogël i tha, gjyshe, sa vjeç do t'ishe po të mos mbaheshe? E po nuk e di se sa vjeç do t'isha po të mos mbahesha, por më pëlqen ajo që dikush ka thënë, sa vjeç mendoni se do t'ishit, po të mos e dinit sa vjeç ishit. Pra mosha nuk është asgjë, mosha nuk ka të bëj fare me atë që jemi, apo se si jetojmë jetën tonë. Mbase jo gjithmonë do të mund të bëjmë gjërat si par, por gjithmonë më shkon mendja te Kalebi. E dini ç'thuhet për Kalebin? Ishte po aq i fortë kur ishte 80 vjeç, saqë ishte kur ishte 40 vjeç. Më jep shumë shpresë kjo. Amen. Ky duhet të jetë qëllimi për gjithë ne. Më lejoni t'ju bëj këtë pyetje. Si ta bëjmë zellin pjesë të jetës sonë? Apo jetojmë një jetë me zell? Po unë, apo jetoj një jetë me zell? A e konsideroj çdo ditë si një dhuratë nga Perëndia, duke kuptuar që ai më ka dhënë gjithë këto premtime të mëdha, më ka dhënë gjithë këtë potencial, dhe se qëllimi im është që t'i përdor në maksimum për lavdinë e tij, që t'ia jap atij çdo gjë që kam, që kur të kthej kokën pas të mos pendohem që nuk kam bërë diçka. Po ju tregoj se sa i rëndësishëm ishte zelli për Pjetrin. Ai përkushtoi 9 vargje në këtë pasazh temës për të bërë një jetë të perëndishme. Dhe në këto pak vargje ai flet 2 herë për zellin. Në vargun 5 ai thot, edhe ju, për të njëjtën arsye, duke bërë çdo përpjekje, ti shtoni besimin tuaj virtytin. Dhe pastaj në vargun 10 ai thot, prandaj vëllezër, përpiquni gjithnjë e më shumë ta përforconi thirrjen dhe zgjedhjen tuaj. Perëndia na ka dhënë çdo gjë që na nevojitet përmes premtimeve të tij të mëdha dhe të çmueshme, që të bëjmë vërtet një jetë të perëndishme. Dhe prandaj për këtë arsye, ne duhet jemi të zellshëm për të përfituar nga çdo gjë që ai na ka dhënë.
Tani për një çast le të qëndrojmë këtu dhe të pranojmë se kjo çështje na vendos në mes të një përballje të vështirë mes të krishterëve. Me shumë mundësi është diçka e tillë dhe mbas e keni dëgjuar njerëz ta predikojnë këtë kur ju bëheni krishterë, ju pushoni në Zotin. Ju pushoni në Zotin. Amen. Unë besoj këtë. Kjo do të thotë se i besoni atij. Por pastaj disa njerëz thonë, jo, kur ju bëheni krishterë duhet t'i jepni gaz dhe të ecni sa më shpejt për në parajs. Disa të tjerë thonë, krishtërimi do të thotë të arrosh dhe të lejosh Perëndin. Dhe janë shumë pasiv në besimin e tyre. Ndërsa i kam vëzhguar, kam vënë re që disa nga këta njerëz nuk rriten, nuk bien më në dashuri me Zotin, nuk ndjekin në mënyrë aktive Zotin, nuk i shërbejnë me Zotin në mënyrë aktive. Do të preferoja, të rrezikoja duke qenë tepër energjik për Perëndin se sa të mos tregohesha as pak energjik. Do të preferoja të thoja, Zot më ngadalso në vend që të thoja, Zot më nxito. A e dini që Perëndia ka një thirrje për secilin prej nesh? Perëndia asnjërin prej nesh nuk e ka lënë pa një dhunti. Të gjithë ne që jemi të krishterë kemi një dhunti. Nuk ekziston një i krishterë që nuk ka asnjë dhunti. Të gjithë kemi dhunti dhe përgjegjësia jon është që këtë dhunti shpirtërore që Perëndia na e ka dhënë, ta marrim dhe ta zhvillojmë, ta bëjmë më të mirën e mundshme dhe ta përdorim për lavdit të Perëndis. Të sigurohemi që me zell të ndjekim planin e Perëndis për jetën tonë. Pra ky është kuptimi i zellit dhe ky është motivimi për këtë zell. Kur unë isha i ri, të gjithë kishin një varg të preferuar, edhe unë kisha disa. Kisha disa vargje të preferuara nga Kolosianëve. Dhe me këtë dua t'ju ndihmoj të kuptoni se si funksionon sepse na thekson se për çfarë është zelli. Kolosianëve 3:23 dhe 24. Ja se çfarë na thon këto vargje. Dhe çdo gjë që të bëni, ta bëni me dëshirë të mirë, si për Zotin dhe jo për njerëzit, duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju i shërbeni Krishtit Zotit. Tani, kjo do të na ndihmojë të kuptojmë se çfarë do thotë të krijojmë zakonin e zellit. Prandaj do t'i marrim me radhë. Tani do t'ju kërkoj që të shihni në disa drejtime të ndryshme. Duaj që të hidhni syt përreth. Ja se çfarë na thot shkrimi. Dhe çdo gjë që të bëni. Po të lexoni të gjithë kapitullin e 3 të Kolosianëve ku gjenden edhe këto vargje, do të zbuloni që këto vargje janë në një pjesë ku konteksti flet për bashkëshortet, fëmijët, baballarët, shërbëtorët. Pra, ajo që më bën më shumë përshtypje është fakti se zelli im nuk është vetëm kur vi në kish, por është mënyra si unë duhet ta jetoj jetën gjatë gjithë kohës. Por nuk mund të jetoni duke ecur gjatë gjithë kohës me 100 në orë, do të raskapiteshit brenda javës. Por mund të jetoni jetën tuaj me një ndjesi urgjense dhe zelli në gjithçka që bëni. Nuk është diçka që ju mund ta fikni dhe ta ndizni. Nuk mund thoni, është e diel, është dita për të qenë i zellshëm. Jo, ne duhet jemi të zellshëm në mënyrën si jetojmë dhe sapo ta bëjmë këtë, bëhet pjesë e asaj që jemi. Duhet të zhytemi në të gjitha marrëdhëniet që kemi dhe këtë gjë duhet ta bëjmë me zell. Në sfidat siç i ka shkruar dikush, rregullimi i një lavamani, ndrrimi i pelenave, pagimi i faturave, zgjidhja e konflikteve, bërja e pazarit, gjetja e një pune, ndërtimi i karrierës, çdo gjë që të bëni do thotë çdo gjë dhe këtu përfshihet gjithçka dhe çdo gjë që ne bëjmë, pavarësisht se kush jemi ne si ndjekës të Krishtit, çdo gjë që ta bëni me zemër, ta bëni atë me zell. Shumica prej jush e kuptojnë se për çfarë kam fjalën, në jetën tuaj mund të keni ndonjë projekt që ju duket raskapitës. Kur mendoni për të, ju duket si një mal i stërmadh dhe i thoni vetes, si do të arrij unë që ta ngjit këtë mal? Ju a them unë si mund të ngjiteni, hap pas hapi, ditë pas dite, detyrë pas detyre, bindje pas bindje ndaj Zotit, njëra pas tjetrës. Ky është zelli. Si besimtarë, nëse nuk tregojmë të kujdesshëm, do të shkojmë andej nga frynera, do t'i pranojmë ato që po ndodhin. Por Perëndia na ka thirrur për të patur një lloj jete ndryshe, nuk mund thoni apo unë jam i vetmi këtu në kish. E po përpiquni të jeni më të mirët që mund të jeni. Sillni një ndryshim te kushdo që ju sheh. Amen. Pra, ky ishte hapi i parë. Shikoni përreth. Nëse shikoni përreth, do të shihni çdo gjë që bëni. Ja cili është hapi i dytë. Shikoni për brenda. Pali u shkruan kështu Kolosianëve dhe çdo gjë që të bëni ta bëni me dëshirë të mirë. Të shikoni për brenda do të thotë të pyesni veten, cili është motivimi im? Çfarë do të thotë të bësh diçka me dëshirë të mirë, e po do të thotë që ta bësh me gjithë zemër? A e dini që në Dhjatën e Re na flitet vetëm për 3 temperatura të mundshme të zemrës son? Së pari kemi një zemër të ftohtë. Mateu 24:12 i përshkruan kështu njerëzit në ditët e fundit, i përshkruan si njerëz që do të ftohet dashuria. Dhe pastaj te zbulesa kapitulli 3 lexojmë për njerëz që kanë një zemër që është e vakët.
Duke i shkruar kishtës në Laodice, Zoti e përshkruan kështu në verinë e tij për një jetë gjysmë të jetuar dhe thot: Unë njoh veprat e tua që ti nuk je as i ftohtë as i ngrohtë. Do të doja ti ishe i ftohtë ose i ngrohtë, por mbasi je kështu i vakët dhe as i ftohtë as i ngrohtë, unë do të vjell nga goja ime. Kto janë fjalët e Perëndis. Pastaj kemi zemrën që digjet. Luka na tregon për dy dishepujt që folën me Jezusin rrugës për në Emaus, të cilët përvojën e tyre me të e përshkruajnë kështu: Po a nuk na digjej zemra për brenda, kur ai na fliste udhës dhe na hapte shkrimet? Një zemër e ftohtë, një zemër e vakët dhe një zemër që digjet. Cila prej këtyre ju përshkruan ju? Kam lexuar për një notar që quhej Rodi Gaines. Ai e kishte përllogaritur se sa stërvitje i duhej për të krijuar rezistencën, teknikën, vetbesimin dhe gjykimin për të fituar medaljen e artë olimpike. Dhe këtë e bëri për një periudhë prej 8 vitesh që do ta çonte atë në lojrat e 84-s. Ai çdo herë i shtonte notimit një xhiro 50 metra dhe gjithsej notoi 32.200 kilometra. Po t'i shtojmë notin e vitit pasardhës dhe paraardhës, kjo distancë është dhe më e madhe, por nuk do të harroj deklaraton që ai bëri. Ai tha: Kam notuar përreth botës për një garë që zgjaste vetëm 49 sekonda. Prandaj të gjithëve ju që jeni ndjekës të Krishtit do t'ju shtroj një pyetje. Nëse zelli do ta bënte një njeri të notonte përreth botës, çfarë zelli duhet përpiqemi të kemi ne, duke patur synim për jetësinë? Më duket se po e dëgjoj apostullin Paul të thotë: Dhe ata e bëjnë këtë për të marrë një kuror që prishet, kurse ne për një kuror që nuk prishet. Shihni përreth për çdo gjë që bëni, shihni për brenda, ta bëni me dëshirë, dhe pastaj shihni lart, si për Zotin. Sekreti i vërtet për të patur zell në jetën tonë është që të kuptojmë se ne nuk u shërbejmë njerëzve, i shërbejmë Perëndis. Ne i shërbejmë Zotit dhe jo njerëzve. Po t'i lexojmë me kujdes se kuptojmë që kjo është një temë e përsëritur në letrat e Palit. Ai na kujton vazhdimisht për këtë si tek Romakëve 14, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij dhe askush nuk vdes për veten e tij, sepse edhe nëse rrojmë për Zotin, edhe nëse vdesim për Zotin. Pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi. Te Kolosianëve 3:17 dhe çdo gjë që të bëni me fjala me vepër, ti bëni në emër të Zotit Jezus duke e falendëruar Perëndin atë nëpërmjet tij. Sikur të kuptonim vërtet faktin se kur shkojmë për të bërë detyrën tonë, për të bërë atë për të cilën Perëndia na ka thirrur të bëjmë, jemi duke e bërë përpara një publiku me një person. Nuk po e bëjmë përpara një audiencë me njerëzit që na rrethojnë, sepse disave do t'u pëlqejë, disave jo, dhe këtë e kam zbuluar shumë kohë më parë, se nëse je pastori një kishe kaq të madhe sa imja, e përpiqesh që t'i kënaqësh gjithë pa çfat. Marrë shënime për çdo javë dhe i vendosin në çantën e ofrimeve. Dhe ato jo gjithmonë thonë: "O, ne të duam, pastor, ne të duam." Shkruajnë se sa ftohtë është në kish, se sa e lartë është muzika, se nuk ka vende për parkim. Ka nga të gjitha. Dhe ndonjëherë bëj një hap pas dhe them: Perëndi nuk më ka thirrur që t'i kënaq të gjithë këta njerëz. Më ndihmo të kujtoj që puna ime është që të të kënaq ty. Më lejo të të kënaq ty. Amen. Në librin e tij Lirika, producenti dhe kantautori Oscar Hammerstein i dyti na tregoi se kishte parë fotografinë e statujës së lirisë të bërë nga një helikopter. Fotografia tregonte pjesën e sipërme të kokës së statujës dhe Hammersteinit i bëri përshtypje për sosmëria dhe detajet e skulptorit për të krijuar një pjesë të statujës që shumë pak sy do ta shihnin. Ai ishte aq artist, shkruan Hammersteini, sa e përfundoi këtë pjesë të statujës me po aq përkujdesje sa i kishte përkushtuar fytyrës së saj, krahëve, pishtarit dhe çdo gjëje që njerëzit mund të shohin, ndërsa lundrojnë në përgjigje. Çdo gjë që të bëjmë, ta bëjmë për Zotin. Një mënyrë për të praktikuar zakonin e punës me zell për Zotin është që përgjatë ditës të bëjmë pushime, të shohim lart dhe të kujtojmë vetes që Perëndia e sheh gjithçka që ne po bëjmë. Pastaj të vazhdojmë me atë që po bënim, duke dhënë gjithçka që kemi, duke e ditur se Perëndia po sheh dhe që ja vlen vërtet që të punojmë me zell për ta kënaqur atë. Shikoni përreth, shikoni për brenda, shikoni lart, çdo gjë që bëni ta bëni si për Zotin. Pastaj shikoni përpara, do të merrni shpërblimin. Kjo na sillte pjesa më e mirë, shikoni përpara. I njëjti Perëndi që na ka dhënë çdo gjë që na duhet për një jetë mirësie dhe perëndishmërie, ka për të na shpërblyer nëse e jetojmë jetën tonë në këtë mënyrë. Vargu im i preferuar mbyllet duke thënë: duke ditur se nga Zoti do të merrni shpërblimin e trashëgimisë, sepse ju i shërbeni Krishtit Zotit. Është i njëjti shpërblim që përmend Pietri, teksa e mbyll paragrafin e tij tek 2 Pietri 1. Pietri urdhëron besimtarët që jetës së tyre të shtojnë cilësi njëra pas tjetrës dhe pastaj e mbyll duke na thënë: nëse e bëni këtë, begatisht do t'ju hapet hyrja në mbretërinë e amshuar të Zotit edhe shpëtimtarit tonë Jezu Krisht.
Ai nuk po thot nëse do t'i bëni gjitha këto gjëra do të shkonin në parajs. Jo, por thot do të hynin në parajs ashtu siç nuk do të munden shumë të tjerë. Do të hynin në parajs me duart e ngritura lart. Do të hynin në parajs me një ndjesi fitoreje, sepse keni jetuar ashtu siç Perëndia ju thirrri të jetonit, dhe unë besoj se kjo është një jetë me zell. Në kohën kur Elvis Presley ishte në kulmin e tij, ai pënsoi një truprojtë e quajtur Sonny West. Sonny West i shërbeu atij gjithë ditët kur ai ishte gjallë dhe i kushtoi atij gjithë energjitë që kishte. Sonny arriti të futej në rrethin e ngushtë të mbretit dhe u bë pjesë e asaj që u njoh si mafia e Memphisit. Elvis ishte shoqëruesi i parë në dasmën e Sonit dhe që të dy ishin shok të ngushtë. Madje Sonny u shfaq edhe në një film me Elvis Presley. Por pastaj Elvis i vdiq. Dhe jeta e Sonit filloi të merrte të tatpjetën, ai dhe bashkëshortja e tij luftuan me kancerin, u përballën me falimentimin për shkak të faturave të larta mjekësore. Erdhi një ditë kur ai filloi të shiste të gjitha kujtimet që kishte nga Elvis Presley, përfshirë edhe bijuteritë që Presley i dha atij. Ai tha nuk dua ta lë pas familjen time. Ndihem shumë i dëshpëruar. Inside Edition, programi që tregoi historinë e tij disa muaj para se të vdiste në vitin 2017, thotë: Sonny West dikur ndau suksesin drejt famës si truproja dhe si miku i ngushtë i Elvis Presleyt, por dekada më vonë, shkëlqimi dhe ndriçimi i tij u venit plotësisht. Dhe kjo histori i jep një kontrast të jashtëzakonshëm për mua dhe për ju. Ja ku kemi një njeri që i shërbeu mbretit me shpirtin dhe zemrën e tij, por kjo përvojë përfundoi dhe shkëlqimi avulloi kurse lavdia u venit. Nga ana tjetër, unë kam një mbret të cilit po i shërbej me gjithë zemrën time. Dhe dini se çfarë? Më lejoni t'ju them diçka. Më e mira nuk ka ardhur ende. Të gjithë ne që jetojmë me gjithë shpejtësinë për Jezus Krishtin, të gjithë ne që me zell përparojmë nga lavdia në lavdi, të gjithë ne që çdo gjë bëjmë me dëshirë si për Zotin, do të marrim shpërblimin ton nga një trashëgimi e përjetshme me Perëndin. Dhe halelujat nuk do të kenë fund, dhe gëzimi nuk do të ketë fund, dhe marrëdhënia me Jezusin nuk do të ketë fund. Nuk do të kenë fund ditët e jetës sonë dhe as përgjigjet e lutjeve tona. Nuk do të ketë fund pasioni dhe qëllimi ynë, sepse edhe në parajs shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë atij. Prandaj shpresoj që ta kuptoni këtë mesazh, se të jetosh një jetë të krishterë nuk është diçka që mund ta bëni përgjysmë. Është diçka që duhet ta bëni me gjithë zemër, me gjithçka që keni. Të jetoni për Jezus Krishtin. Mos nxirrni justifikime, mos u rehatoni dhe të prisni për rikthimin e Zotit. Nuk keni pse të merrni një batanie dhe të uleni pranë gardit duke pritur rrëmbimin. Ngrihuni dhe përvishuni punës për Zotin. Amen. Dua që ta mbyll këtë bisedë të shkurtër sot me një tjetër deklarat nga një njeri që admiroj shumë, Charles Haddon Spurgeon. Ju thash që ai jetoi 57 vjet. Dhe ndihem në siklet kur lexoj se atë që ai e bëri për 57 vjet, unë nuk do të mundesha ta bëja dot edhe sikur të jetoja 2 jetë të tilla, nuk e di si ky njeri bëri atë që bëri. Por kur ishte në shtratin e vdekjes, gati për të shkuar në parajs, ai shkroi disa fjalë, të cilat duhet që t'i dëgjoni me shumë kujdes. Ai ka thënë, nëse kam ndonjë mesazh për t'ju dhënë nga shtrati im i lëngimit, do të ishte ky. Nëse nuk doni të mbusheni përplot me pendime kur t'jeni të detyruar të qëndroni shtrirë, punoni, sa keni ende mundësi. Nëse doni që shtrati i lëngimit të jetë sa më i butë, atëherë mos e mbushni atë me pasqyrime të pikëlluara që keni shpërdoruar kohë, kur keni qenë me shëndet dhe forcë. Para shumë viteve njerëzit më thoshin, Zoti Spurgeon, do ta shkatërroni trupin tuaj duke predikuar 10 herë në javë. Pastaj ai tha, po nëse e kam bërë këtë, jam i lumtur. Do të bëja sërish të njëjtën gjë. Nëse do të kisha 50 trupa, do të isha i lumtur t'i shkatërroja që të gjithë në shërbim të Zotit Jezus Krisht. Ju djemë të rinj që jeni të fortë, mundeni të ligën dhe luftoni për Zotin për sa kohë që mund ta bëni. Nuk do të pendoheni kurrë për asgjë që keni bërë për Zotin ton dhe mjeshtrin ton të bekuar. Mblidhuni çdo ditë sa më shumë që të mundeni, mos e shtyni asnjë punë për nesër. Çfarëdo që t'ju bjerë në dorë, bëjeni me gjithë energjinë tuaj. Ndiqni me tepri Krishtin, me gjithçka që jeni dhe me gjithçka që keni. Dhe kuptoni që asnjë sakrificë nuk do të konsiderohet shumë e shtrenjtë dhe asnjë kërkesë shumë e madhe. Kur mësuesit e ligjit e pyetën Jezusin se cili ishte urdhërimi më i rëndësishëm, ai tha: "Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde." Dhe ja cila është pjesa më e mirë, mund filloni ta bëni që tani, mund thoni apo nuk kam menduar kur të jetoj në këtë mënyrë, pastor Jeremia, po sapo ju dhash një ide të mirë. Pse nuk filloni tani? Pse nuk filloni të bëni një listë me mënyrat se si mund të filloni të jetoni me më energji për mbretërinë dhe për lavdinë e Perëndisë? Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar.
Sa më shumë që e studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim të kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do të doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.